Dallojmë shumë për nga mënyra se si shohim zhvillimin e qytetit, për nga mënyra se si punojmë dhe si mendojmë të mirën publike. E kam për obligim të përgjigjëm zonjës... E një kretuarin Roma, po mduket ka fillimi më orë me u bashku, po diçka pa ndodhur. Jo, ka fillimi kanë pas dëshirë gjithë me qenë me lëvizje vetëvendosje, vazhdojnë edhe sot qenë. Unë po që qenë dëshmitar të një fleti kështu publik me mesazhe. Jo, e vërteta është kjo. Jo vetëm një fjalim, po shumë fjalime. Ama një ka qenë kështu më i veçantë. Pas zgjedhjeve të vitit 2021, si lëvizje vetëvendosje me shumë dashamirësi, edhe pse natyrisht kemi qenë të dëshpëruar nga humbja, kemi pranuar rezultatin zgjedhor. Dhe kemi dhënë kohën e mjaftueshme Zoti Ramës që ta dëshmoj veten. Duhet sjell në kujtesë që ishte pikërisht lëvizja vetëvendosje, ajo që në konstituimin e Kuvendit Komunal të Prishtinës qëndroi në sallë dhe mundsoi zgjedhjen e Femi Kupinës atë botë Asamblesë të Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetar të kuvendit. Sikur ne të refuzonim këtë gjë, Kuvendi i Prishtinës nuk do të konstituohej dhe sërish Asamblea do të shkonte në zgjedhje. Mirë po ne e patëm pranuar rezultatin e zgjedhjeve, për ndryshim nga disa që sot nuk e pranojnë rezultatin e zgjedhjeve nacionale, dhe kemi qenë mjaft konstruktiv në fillimet e mandatit Zotit Rama dhe të koalicionit qeverisës LDK-PDK. Zonja Musmurati është dëshmitare këtu që shumë për propozimeve që kanë ardhur nga drejtorët të komunës Prishtinës, e që ne kemi vlerësuar se i shërbejnë të mirës publike, kanë pasur në mbështetjen tonë. Megjithatë, kur filluan që të vinë pa interesat e grupeve të caktuara, kur u tentua që përmes publikës të shërbehet privatës, emrave të përveçshëm, grupeve njohura, atëherë natyrshëm që si lëvizje vetëvendosje dhe si të zgjedhur qytetarëve, obligohemi që dalim në mbrojtje të interesave të qytetarëve. Unë po çuditëm pse zonja Rafuna është e çuditur me deklarimin tim. Personalisht ajo sapo i numëroj disa pi projekteve, po të cilat asnjë nuk kanë përfunduar. Sot nuk e kemi një shkollë të vetme që ka fillu dhe ka përfunduar mandatin e Zotit Rama. Dëgjoni me kujdes, që ka fillu dhe ka përfunduar mandatin e Zotit Rama. Ka mundur këtë filluar mandatin e Zotit Ahmeti e të përfundojnë mandatin e Zotit Rama. Është vetë me shkolla në Vrani Dallë që ka fillu në kohën e Shpendamentit edhe është përfunduar. Ja, shumë projekte. Asnjë numër, asnjë qerdhe e re, s'është shtuar numri i qerdheve. Ka një qerdhe në Pejton e cila është ribër nga fillimi. Asnjë qerdhe e re, për 4 vjet po flasim. Asnjë palestër sportive e re. Asnjë prej këtyre projekteve që i përmend zonja Rafuna nuk kanë përfunduar. As rruga A, as lidhja rrugës A me rrugën B, as unaza e brendshme, as lidhja Dardanis me Kalabrin, as lidhja Arbëris me Qendrën. Asnjë prej projekteve kapitale me cilit Zoti Rama i mbajmë mend ato renderat e bukur që i prezantonte në vitin 2021 nuk janë realizuar. Realizimi vetëm këto ka qenë që një pjesë e projektit 12 milionësh të arkitektit kryeqytetit tashmë janë inkasuar nga ata njerëz që kanë fituar atë projekt, e cilin lëvizja vetëvendosje në vitin 2023 kur ka qenë pjesë e buxhetit e ka kundërshtuar fuqishëm, ndërkohë që ka kaluar me votat e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të Partisë Demokratike të Kosovës. Gjitha këto ma përforcojnë argumentin që thash më herët, gjendja në Prishtinë asnjëherë nuk ka qenë më keq se sa këtë periudhë. Ka paktën 2 projekte kapitale